Federata e Paqes Universale nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Bashkinë e Kukës me synim promovimin e paqes, dialogut, zhvillimit të qëndrueshëm dhe ndërtimin e urave të mirëkuptimit midis komuniteteve. Marrëveshja parashikon organizimin e veprimtarive të përbashkëta që nxisin harmoninë shoqërore, përfshirjen qytetare dhe vlerat universale të paqes, duke e pozicionuar Kukësin si një qendër të bashkëtesës dhe dialogut në rajon. Ndërkohë, me propozim të Këshillit Rajonal të Paqes Kukës, Federata e Paqes Universale vlerësoi kryetarin e Bashkisë Kukës, Albert Halilaj, me titullin ambasador për paqe, në shenjë mirënjohje për angazhimin e tij në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe shoqëror. Gjatë fjalës së tij, kryebashkiaku Halilaj falenderoi Federatën për nismën dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me shoqërinë civile për organizimin e veprimtarive që promovojnë vlerat e qytetit të Kukësit dhe forcojnë bashkëtesën, dialogun dhe zhvillimin e komunitetit me synim promovimin e paqes, dialogut, zhvillimit të qëndrueshëm dhe ndërtimit të urave të mirëkuptimit përmes organizimit të veprimtarive të përbashkëta që nxisin harmoninë shoqërore, përfshirjen qytetare dhe vlerat universale të paqes. Në fund të takimit, përfaqësuesit e Federatës dhe Këshillit Rajonal të Paqes ndanë mendime mbi mënyrat konkrete të bashkëpunimit në të ardhmen, duke propozuar aktivitete kulturore, edukative dhe rinore që do të sjellin më afër qytetarët e Kukësit me nisma të reja të paqes dhe solidaritetit.